astronaut or a pilot, a farmer, fisherman, motorbike rider. He can make your engine go. A bus driver. He can make your engine go. It's all about Benji, engine man. Teamwork. Benji, Jalop and Dan. Benji, engine man. Benji, Jalop and Dan. Shikoni se çfarë ka sjell fermer Fredi. Një tas të madh me krem me shije portokalli. E di që nuk është e parapëlqyera jote Xhollop, por sot do të vi të rri me ne kushërira jote vogël gjelli, dhe ajo vdes për të. O, çfarë qenush i ëmbël. Ke qejf ta shikosh gjellin përsëri Xhollop, apo jo? Hajde tani të rregullojmë vendin. Nuk dua që ta shoh sa rrëmujemi. Nga do t'ja nisim tani? Le të gjejmë diçka të këndshme ku të flërë. O, të lumtan, gjellit ka për t'i pëlqyer. O, shiko, qenë ka doti dhe autobusi. Ja ku është gjelli, Xhollop. Ja tek e ke Enji Benji. Wow, çfarë qenushi i bukur. Përshëndetje, Gjelli. Jemi shumë të kënaqur që ka ardhur të rish me ne. Apo jo, Xhollop? E po mirë, unë po iki. E kam ditën shumë të ngarkuar. Mirë se erdhe në garazh, Gjelli. E mban me Danin, apo jo? Edhe Xhollopin, me siguri. Shiko, të kemi bërë gati një shtrat të këndshëm. Të kemi sjellë edhe kremin që të pëlqen, me lëng portokalli. Po kjo ç'ishte? E ka parë njëri kremin me lëng portokalli? Ma hamendja se ti Xhollop nuk di asgjë për kremin me lëng portokalli, apo jo? Çfarë the Gjelli? Je shumë e mirë për të gjetur gjëra. Jam shumë i sigurt. Xhollop, ti e ai që e fsheu kremin me lëng portokalli. Sa i prap që je, Xhollop. Eja, Gjelli, ora e drekës. Oh, faleminderit, Gjelli. Panine me krem dhe çokoladë, ajo që më pëlqen. Tani do të hedh edhe ca krem me lëng portokalli, edhe shko ulu në... Oh, Xhollop! Xhollop! Nëse vazhdon të fshehesh përsëri gjëra, nuk ka më biskota për sot. I gjori Xhollop. Shikoni shok, aeroplani se çfarë ka. Si është puna, Pit? Aeroplani është... sa qenush i bukur. Gjelli, të prezantoj me pilotin Pit. Kurse ky është aeroplani. Çi ka ndodhur aeroplanit, Pit? E ka kapur lemza. Lemza, a? Oh, sa problem. Si t'ja bëjmë tani, Dan? Po. Librimi i posaçëm çfarë të bëjmë kur aeroplanin e zë lemza. Faleminderit, Gjelli. Gjelli është shumë e dobishme, apo jo? Po, Pit. Ajo është shumë e dobishme. Tani, lemza. Pa ta shoh pak. Mua për vete kur më zë lemza pi shumë lëngje. Vetëm ashtu bëhem mirë.
Ha? Por më mirë ta kontrolloj një herë. Mund të jetë ndryshe për aeroplanët. Apo, mire kisha. Nëse aeroplanin tuaj e ka plemza, dëndeni mirë me çfarë do lloj lëngu. Çfarë do lloj lëngu. Përveç lëngut me shije portokalli. Ha? Lëngu me shije portokalli e rrotullon dhe tërbon fare aeroplanin. Aeroplani im. Gjallop! Ndiqe aeroplanin. Gjallop! Ktheu këtu! Eja një shok, kjo është një urgjencë. Duhet t'i zbresim poshtë sa më parë. O, sikur Gjollopi të na dëgjonte. Ashtu? E po atëherë ti mund të përdorësh radiomarsen time, Enji Benji. Unë e përdor për t'i thënë aeroplanit natën e mirë kur bie të fli. Ide e mirë, Pit. Gjollop, lek nëse arrin të më dëgjosh. Të lumë, Gjollop. Tani, Piti do të tregoj se si të drejtosh aeroplanin dhe do t'jesh mirë. Unë asnjëherë nuk kam mësuar ndonjë qen që të pilotoj avion. Nuk prish punë. Gjithmonë ka një herë të parë. Mirë, Gjolop, e shikon atë levën aty? Me atë, unë drejtoj aeroplanin tim. Jo ashtu! Dakor, Gjolop, vendose levën drejt. Ja doli, e ka drejt tani. Shiko, po fluturojnë drejt garazhit. Jepini! Duhet të bëjmë një vit të drejt që Gjollopi ta ndjek kur të ulet. Ç'ide e mirë, Jelly. Gjollopi mund të vi drejt vijës së biskotave. Arrin ta dallosh, Gjollop? Tani, shtyje levën larg nga vetja në mënyrë që të ulesh poshtë. Edhe eja drejt biskotave. S'mund ta shikoj. Ndal! Aeroplani im. O, të lumë, Gjollop. E shpëtove aeroplanin. Aeroplan, dëgjo. Të iku lemza? Haha, duhet i ketë ikur nga tronditje uljes, Pit. Shiko, kështu thot edhe në librin tim. Nëse një pije nuk e heq lemzën, atëherë ajo ikën me një tronditje. O, aeroplan, erdhi më në fund edhe dita jote. Vum, vum!